Asalamu alaikum, thot jam Agroni nga Gjirokastra, jetoj në North Carolina, tek faqja Twitter e imja, thot nga ka përardhjen bërja sunet e muslimanëve, sepse nuk kam parë as në Kur'an as në sunet. Allahu shpëlbeft, hoxhi nderuar. Pra e bërja sunet nga ka përardhjen e njeriut. Bërja sunet është që nga kohrat e lashta. Është edhe në Bibël, në Ngjell. Circumcesium thirrë ndryshe, rreth prerja. Është bën edhe në Tevrat, e keni, për shembull hebrejt bëhen sunet. Sepse në librin e Tevratit Muses a.s. ato ligje që kanë, disa ligje kanë vlerë edhe për atë kohë, po vlen edhe për kohën e sotme, në transmetime israeliate. Pastaj Muhamedi a.s. ka thënë që fëmia kur të lind duhet me bë sunet, domethënë, ditën e 7 me bë sunet, mia prej 2 kurbana. Pra është në hadith. Po, hadithi pejgamberit alayhis salam. Mia prej flokët edhe me majt një akika, thuhet, akika, e marrni e përneton një restorant, i takon krejt fisin e njerëz, fton dashamir, edhe mund e thirr në hoxhë, e marrni ligjërat islame, han, pin, flasin fjalë bukura, takime, edhe i thon me hajre inshallah djali rritet me jetë gjate, bëhet inshallah dietar islam, bëhet njëri i dashur e i drejtë me familje e kënaqur. Allahu të shpëlbeft, pra ky është Agroni që jeton në North Carolina, një grup e qarë, sikur unë. Përshëndesim Agronin nga Gjirokastra.